nuk ndodh vetëm në Shqipëri, Shqipëri po e po. Çështja është vetë shoqëria ndërton disa kode zakonore për të qenë më shumë e sigurt se sa e suksesshme. Të sigurtat na i sigurojnë rolet. Ti je nën. Ti je grua, gruas po më shumë. Ti je gruaja ime, ti bën si unë, si them unë. Çfarë janë këto? Të gjitha janë in the box. Gjithkohën. Doni një shembull in the box? Jemi në rrugë të pashtruar, në mes të një shkretire. Nuk ka asnjë dritë ndezur. Nuk ka drita rruga. Nuk ka sinjale fosforescente. Dikush do ecë me një makinë të prishur pa drita. Asgjë nuk reflekton nga dritat anësh objekteve në atë shkretirë se janë shumë larg. Është një rrugë plotësisht e re. Një shofer merr këtë makinë, i hipon duke menduar që është rrugë djerë e pashkelur sa po hapet zhravor, me atë makinën si rrelli ecën me 200 ca në orë. Dhe diku njëri me ngjyrë, që as nuk po qesh, kalon rrugën dhe papritur shoferi me gjithse me makinë pa drita dhe me dritat prishura, ndalon dhe ai shpëton. Unë dua një pjesëmarrje minimale të më thoni si e arrin ai të kuptoj që mos ta shtyp. Kush mund të ishte një përgjigje? Ka buzëqeshur, nuk ka buzëqeshur, e thash para kusht. Intuita. Frika. Frika. Fati të dyve. Okej. Nuk do të zgjas. Se duam të i shpëtojmë minutat, jo televizive. Në cilin moment thash që ishte natë? E njëjta gjë, ose që ishte errësirë. Asnjë moment. Përshkrova gjithçka sikur ishte errësirë. Duke vënë theksin që dritat na duhen. Por në fakt, gjithçka që kam thënë me fjalë drejt për drejt, si kontratat perfekte të bankave, kam thënë që drita nuk ka, drita se janë vendosur, që makina s'ka drita, etj. Dhe ti e futur në gjendjen që është errësirë. Kjo është të jesh in the box. Dhe kjo in the box është gjithçka që psikologjikisht thuhet zakonet. To janë zakone. Të fusin në gjendje se ti do përsërisësh historinë që din ata, si e din ata, si e kanë kontrolluar ata dhe ato po të doni. Sepse ka një problem tjetër që do t'ju a them. Unë e di që formula e suksesit është thjesht me të suksesshëm. Përrjedhoj ekuacioni 1+2=3 është logjik që nëse burrat janë më të suksesshëm, hajt bëhemi me burrat. Dhe ka plot gra që bëhen më mirë me një burr se sa bëhen me një grua për të ecur përpara. Dakor deri këtu. S'mund ta mohoj. Pyetja tjetër është, e thyen ciklin ajo? Apo sjell prap një burr? Megjithse e di që me një grua është edhe më e sigurt. Duhet thyer ciklin. Jo sepse ne duhet jemi religjioze feministe. Jo. Por për një arsye tjetër. As për moral. Për kod komunikimi.
unë me një grua komunikoj shumë më mirë. Është kod komunikim. Nuk është e kod t'i themi burrave të na kuptojnë në detajet e tmerrshme, të padrejta, drejta, të shumtuara, të vogla të jetës tonë. Është e kot. Mirë po, nuk ka gjë më të rëndësishme në ekonomi se sa koha. Koha. Termi ekonomik eficiencë thot me koston më të ulët, produktin më të lartë, në kohën më të shkurtër dhe në momentin e dur. Ky është suksesi. Keni produktivitet, efektivitet, eficiencë, 3 norma ekonomike. Kush është problemi më i madh për çdo që ikën nga Shqipëria dhe pse janë ata të mjekësisë dhe ata të IT-s më të suksesshëm? Sepse ata nuk duhet flasin gjuhën kulturore. Pse avokatët nuk punojnë dot në perëndim njësoj si mjekët? Sa ata nuk kanë nevojë të ngrihen në sallat e tyre dhe të futen në kontekstin kulturor, shpirtëror të klientit vet. Sepse nuk lëvrojnë në lëmin e publikes komunikative së tjerë. Por karriera në çdo rast është komunikim. Dhe ne na duhet të fitojmë kohë në komunikim. Dhe kodi jon i bashkëpunimit, i të kuptuarit me njëra tjetrën është shumë më i shpejt, shumë më i thellë, shumë më i pakompleksuar. Atëherë çfarë është kjo? Kjo është një aset ekonomik, nuk është një aset moral kulturor. Prandaj ky bashkëpunim mes grave ka së pari kodin kulturor dhe simbolikën e mirëkuptimit shumë më të shpejtë. Por ne nuk na kanë lënë ujku, duke na hequr brirët dhe kompleksuar dhe futur tek ajo gjendje e hapësirës si ilustrimin që ju dhash, që të më kooperojnë rehat dhe na fut gjithmonë siç i kanë bërë Shqipërisë. Gjithmonë fqinjet slevrit që na kanë bërë slevër, na fusin gjithmonë spicat mes nesh. Kam një thirrje jo moraliste, pragmatiste. Bëni një ushtrim didaktik, mendor, dhe thuaj me veten tënde, kjo s'më pëlqen fare, po pikërisht se ajo s'më pëlqen fare, se më bezdis shumë, se më cingëris shumë, unë do të testoj veten të bashkëpunoj me këtë. Bëjeni si ushtrim mendor. Dhe në momentin që te i kalon absolutisht dhe gëlltit dhe negocion çdo gjë që s'të pëlqen, ti je gati të fitosh mbi çdo gjë dhe me ato që të pëlqen. Bravo. Elementi i fundit që duhet t'ju them. Kisha disa materiale, po asnjëherë nuk i qëndroj. Sepse pa diskutim mos u ndjeni asnjëherë të limituar sipas meje, të mos si përgjigjeni vibe-it, gjendjes, edhe gjendja që më interakton mua është kjo që po bëj tani, jo ajo që kam para përgatitur. Por problemi me i fundit, çështja e fundit që dua të transmetoj është nuk ka kurrë në jetë një situatë bardhëzi. Të tipit klishe, be yourself. Cili self? Mos u dorëzo vazhdo. Si të vazhdoj bra? Vazhdoj e goditur, vazhdoj e kompleksuar, vazhdoj e fajsuar. Si të vazhdoj, si që isha deri tani që dështova. Prandaj dhe trajnimet e copy-paste nuk vlen fare. Prandaj dhe ideja që do vinë dynjaja dhe do e ngrenë Shqipërinë. Po, ekonomikisht mund të ngrenë. Po si që po e shikojmë ka një 30 vite, që nga njëra anë shkruen letra Komisioni Europian, FMN-ja, Banka Botërore, nga anë tjetër ato letra këtej fakte. Kretë të ndryshme. 2 realitete, 2 botë. Por se pa diskutim, ne mund të marrim nëpërmjet elitave tona njerëzit që na udhëheqin eksperiencën, filozofin, mendsinë, rrugtimin e tyre, po duhet ta përkthejmë në kontekstin tonë. Jemi detyruar, nuk ka njeri dot në familjen tënde apo timen që më thot mu si ta bëj më mirë son. Mund të më ndihmoj të lexoj shenjat e mia, por maksimumi kaq mund bëj. Dhe nuk ka situata bardhëzi në jetë. Dhe e dini se kush është problemi më i madh me gratë e arrira. Është se mendojnë që gjykojnë që janë në situata mirë apo keq, po mirë apo keq.
Jo, problemi më i madh i një gruaje në vendimmarrje dhe çdo njeriu në vendimmarrje, po një grua që shikon me më shumë ngjyra situatën është që asnjëherë nuk është bardhëzi situata.